Sot KDI do të publikoj transparometrin komunal për vitin 2024. Është një instrument, një raport që ka për qëllim të paraqesë në detaje një pasqyrë të nivelit të transparencës në 38 komuna. Fillimisht më lejoni t'jap fjalën kolegës Silvie Kurti, e cila do të flasë për transparencën në përgjithësi dhe për vefaqet e reja, pastaj vazhdojmë edhe me metodologjinë dhe rezultatet e këtij raporti. Faleminderit shumë Besnik. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Përmes kësaj konference sot synojmë të reflektojmë mbi një nga shtyllat kryesore të qeverisjes së mirë, që është transparenca në nivelin lokal, konkretisht në të gjitha 38 komunat e Republikës së Kosovës. Transparenca nuk është vetëm një parim i domosdoshëm i demokracisë funksionale, por edhe një obligim kushtetues dhe ligjor i institucioneve publike ndaj qytetarëve. Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet përkatëse garantojnë të drejtën e secili qytetar pas një dallim për të pasur qasje në dokumente publike dhe për të marrë pjesë aktivisht në proceset e vendimarrjes. Prandaj, transparenca nuk është çështje e vullnetit politik, nuk është çështje e vullnetit të lirë, por është një detyrim ligjor dhe një formë llogaridhënie për mënyrën se si po menaxhohen burimet publike. Për më tepër, ajo është edhe një instrument kyç për ndërtimin e besimit midis qytetarëve dhe institucioneve të tyre. Kjo është ajo çfarë ne kemi bërë përmes mekanizmit tonë transparomentit komunal në muajit të transparencës në 38 komunave të Kosovës gjatë vitit 2024. Gjatë kësaj ngjarje prezantojmë rezultatet e vlerësimit të transparencës për 38 komuna dhe po ashtu edhe disa prej shembujve të praktikave të mira dhe jo të mira në procesin e transparencës nga ana e komunave. Në mënyrë të veçantë dua të ndalim te një zhvillim me rëndësi që ka përcjell vitin 2024, që ka të bëjë me migrimin dhe lansimin e webfaqeve të reja komunale, një problem që ka qenë i përmendur, i diskutuar ndër vite. Për vite me radhë, qytetarët janë përballur me vështirësi teknike në çastjen ndaj informacioneve publike për shkak të mos funksionimit të duhur të webfaqeve ekzistuese komunale. Gjatë vitit 2024 është paralajmëruar lansimi i platformave të reja digjitale të komunave dhe është paralajmëruar se ky proces do të përfundojë deri në dhjetor të vitit 2024. Informohet kjo e marrë nga një punëturi që është mbajtur nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, duke qenë se nuk ka pasur ndonjë komunikim zyrtar nga institucionet përgjegjëse përfshirë këtu agjencinë për shoqëri dhe informacion si bartës i mirëmbajtjes së sistemit për lansimin, funksionalizimin e webfaqeve të reja komunale. Padyshim që ky është një hap jashtëzakonisht pozitiv, duke marrë parasysh që ndër vite, diku rreth 10 vite përmes transparomentit komunal, ne si KDI e kemi adresuar këtë problem dhe mos funksionimin e webfaqeve të komunave që ka penalizuar qytetarët dhe komunat në publikim ose në qasje të lehtë të informatave. Kjo do të ndihmonte në lehtësimin e qasjes së informatave publike, mirë për procesi ka pasur disa mangësi për cilat dëshirojmë të ngresim sot para juve dhe në njëjtën kohë të bëjmë thirrje institucioneve përgjegjëse në përmirësim sa më të shpejtë të këtyre mangësive. Një prej tyre ka qenë mungesa e komunikimit zyrtar mbi këtë proces, çfarë është duke ndodhur me arkivën shtetërore të webfaqeve në aspektin e sigurisë së dhënave dhe afateve kohore kur duhet të përfundojë. Këtë rast bara i bie kompanisë e cila është kontraktuar nga ASHI, gjithsesi institucionit kontraktues që është ASHI, si do të shkojë ky proces përfshir, domethënë afatet kohore, funksionimin, webfaqet e reja, adresat e reja, cilat ende nuk janë publike. Ne kemi testuar disa prej tyre në shkurt kur kanë filluar në disa prej komunave dhe kemi parë që në ato pak webfaqe të komunave ndonse ka filluar dukshëm të jenë më funksionale në aspektin e shpejtësisë dhe navigimit, sidoqoftë ende ka problem të standardizimit të informatave, një kërkesë kjo e jona ndër vite. Standardizimi ose unifikimi i informatave brenda webfaqeve zyrtare ka qenë një prej problemeve kyçe, duke qenë se deri më tani komunat kanë pasur një realamani të ndryshme në mënyrën se si kanë publikuar informatat. Andaj, përveç aspektit të shpejtësisë, mendojmë që struktura e standardizuar e përmbajtjes do të ishte mirë që të merret parasysh në këtë fazë, duke marrë parasysh që mos përsëritemi në problemet e njëjta gjatë gjithë kohës.
Është vërtetur edhe, siç e thash, komunikimi zyrtar me qytetarët për adresat e webfaqes dhe mënyrën e përdorimit të tyre, duke qenë se disa prej tyre janë lidhur edhe me sistemin e e-Kosovës. Megjithëse funksionalizimi i webfaqeve është një hap i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për përmirësimin e qasjes në informata, duhet ta kemi qartë që transparenca është më shumë se sa kaq. Ajo përfshin qasje aktive dhe të drejtë në dokumente publike, përfshirjet e qytetarëve në vendimmarrje, komunikim të rregullt dhe të hapur me publikun, si dhe llogaridhënie të vazhdueshme për mënyrën se si menaxhohen burimet publike. Webfaqet janë vetëm një prej kanale për të realizuar transparencën e publikimit të dokumentacionit, por thelbi i saj qëndron në gatishmërinë e institucioneve për të qenë të hapura, të përgjegjshme dhe të përfshin qytetarin në çdo hap të qeverisjes publike. Përmes këtij raporti dhe diskutimeve të sotme synojmë të theksojmë rëndësinë e rritjes së transparencës dhe të gjitha format nga funksionimi i webfaqeve komunale tek publikimi i dokumenteve dhe garantimi të drejtës themelore të gjithë qytetarit për informim dhe përfshirje në çdo gjuhë dhe nga çdo zonë e Kosovës. Ju falenderoj për pranin tuaj dhe në vazhdim e kisha kalu fjalën te kolegët im për prezantimin e çetjeve dhe rekomandimeve të transparentimit komunal për vitin 2024. Faleminderit Silvia. Atëherë po vazhdoj fillimisht shkurt me metodologjinë që e kemi përdorur për realizimin e kësaj analize. Transparometri 2024, sikurse edhe raportet e kaluara, bazohet në 48 indikator, të cilat të masin në fusha të ndryshme transparencën e komunave. Këto matje janë realizuar nga KDI-ja në bashkëpunim me 12 organizata partnere lokale, nga Aleanca Qytetare për Transparencë, për gjatë periudhës 2 dhjetor 2024 dhe deri me 10 janar 2024. Metodologjia është e përdorur edhe nga Transparency International, si dhe është e kombinuar edhe nga përvoja e gjatë e KDI-s në monitorimin e qeverisjes lokale. Zonat janë marrë kryesisht janë marrë nga webfaqet zyrtare të komunave. Të gjithë këta 48 indikator që kanë matë performancën e komunave në Kosovë, janë ndarë në dy shtylla, pjesa e parë matë kuvendin komunal dhe pjesa e dytë zyrën e kryetarës. Për qëllime analitike janë përdorur dhënat, janë krahasu dhënat e vitit 2024 me ato të vitit 2023. Sa i përket vlerësimit të pikëve, ky raport është bazuar në 3 lloje të vlerësime, është me 0, 1 dhe 2 pikë. Me 0 pikë kur nuk janë gjetur informata të publikume, me 1 pikë kur kanë qenë të pjesërishtme dhe me 2 pikë kur kemi pasur të bëjmë dhëna të plota. Sa i përket vlerësimit të cilësisë të dhënave, fillimisht jemi fokusuar edhe burim të parë kemi pas publikimin e dokumenteve në webfaqet zyrtare. Pastaj si KDI e kemi bërë edhe një lloj verifikimi rreth cilësisë së atyne të dhënave dhe faza e tretë e fundit mjaft e rëndësishme ka qenë validimi, të cilën për çdo komunë kemi dërguar te komunat për të validuar, për të verifikuar dhe nga ana atyre dhe më pas ka ardhur faza përfundimtare e publikimit. Vlerësimi mesatar i përgjithshëm për 38 komuna është këtë vit është 68.34 pikë nga 62.42 sa ka qenë në vitin 2023. Pra kemi një ngritje të lehtë, realisht shumë të lehtë të performancës në transparencë prej rreth 5% në nivel të komunave. Pastaj kemi bërë edhe krahasimin e performancës në transparencë të kuvendeve komunale edhe kryetarëve, ku për zyrën e kryetarëve ka qenë rezultati me 71.5% të performancës, përderisa kuvendet komunale kanë performuar me 71.03, pra është një përqindje e afërt e performancës në transparometër. Sa i përket të rezultateve të përgjithshme, për nga performanca në transparencë përin 4 komuna, të cilat janë renditur si të parat, është komuna e Ferizajt, Gjakovës, Lipjanit dhe Prizrenit, pasuar nga komuna e Drenasit, Klinës, Obiliqit, Raovecit, Junikut, Vushtëris dhe Peja përfundon në këtë top 5 e komunave të cilat kanë performuar më së miri gjatë vitit 2024. Të gjeturat kryesore gjatë këtij hulumtimi kanë qenë fillimisht
ka qenë mjaft shqetësuese dhe do të adresojmë dhe do të avokojmë për ato, ka qenë mungesa e njoftimeve publike për lancimin e webfaqeve të reja. Pra, siç e tha kolegja, komunat kanë lancuar webfaqe të reja, mirë po mungojnë lancimet publike për me informu qytetarët, për me gjetë informatën ma lehtë, për më kyç në webfaqen e komunave. Pastaj nuk ka informata publike për adresat e tyre, ju mundi me po edhe vetë që është problem të gjendet adresa e re, webfaqja e komunës, pra domeni. Pastaj mjaft shqetësuese që e përmeni edhe kolegja është ajo që mungon një strukturim unik dhe i standardizuar i informatave në webfaqet e komunave. Pastaj rreth 90% komunave nuk ofrojnë qasje të plotë në dokumentet publike në gjuhë zyrtare. Afër 60% e komunave nuk kanë bërë hapjen e plotë të dhënave të tyre. Pra e tjera, këto kanë qenë disa nga të gjeturat kryesore. Një dimenzion i ri që e kemi përfshi në këtë raport të 2024-ës, në transparometrin komunal 2024, është edhe transparenca buxhetore. Nëpërmjet 10 indikatorëve nga 48 sa ishin total, kemi gjetë dhëna jo optimiste, sikurse janë që ato që mungojnë rreth diskutimeve brenda afateve ligjore të shpenzimeve të lamujore të buxhetit nëpër komuna, mungesa e mjaftueshme e diskutimeve publike për kornizën afatmesme buxhetore, pastaj mungesa e mjaftueshme e diskutimeve për buxhetin e vitit 2025 që ka qenë në radhë, pastaj diçka shqetësuese që është mungesa e publikimit të borxhit komunal që autoritetet lokale i lanë, sikurse edhe mungesa e dhënave për të hyrat vetanake të komunave. Ndërkohë komunat me progresin më të madh që kanë arritë për dallim nga viti 2023, prin komuna e Parteshit, Gjilanit, Obiliqit, Vitis, Mitrovicës së Veriut, Pejës, Graçanicës, Malishevës, Deçanit e Gjakovës. Ndërkohë komunat me rënien më të madhe krahasuar me vitin 2023 janë Klokoti, Skënderaj, Kamenica, Mamusha, Podujeva dhe Zubin Potoku. Dhe në fund, kemi normalisht pas përfundimit të kësaj analize, kemi nxjerrë edhe disa rekomandime për institucionet lokale komunat, për Agjencinë e Shërbimit të Informacionit dhe për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, të cilat do të avokojmë dhe do t'i shtyjmë përpara. Për komunat, do të kërkojmë që të njoftohen qytetarët për adresën zyrtare, domenin e webfaqeve të reja të komunave, të organizohen dhe publikohen dokumentet sipas seksioneve përkatëse, pra të jetë më e lehtë për qytetarët që të qasën dhe të marrin informacion dhe shërbime, të emërtohen dokumentet publike sipas përmbajtjes, sepse kemi gjetë që në shumë komuna dokumentet nuk janë të emëruara sipas asaj përmbajtjes që e kanë. Po ashtu kemi kërkuar që do të vazhdojmë të bëjmë për të publikohen dokumentet mjaft të rëndësishme për qytetarë dhe për transparencë, siç janë buxheti vjetor, borxhi komunal, korniza afatmesme buxhetore. Pastaj do të kërkojmë prej komunave që të publikojnë të gjitha dokumentet në të gjitha gjuhët zyrtare, sepse ka qenë një nga gjetjet më të rëndësishme të këtij raporti. Si dhe kërkojmë nga komuna të bëjnë hapjen e të dhënave statistikore në mënyrë që qytetarët, media, shoqëria civile të ketë qasje më të lehtë në analizim dhe përpunim të dhënave. Ndërkohë, rekomandimi për Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit do të kërkojmë dhe do të lobojmë që të sigurohet transferimi të gjitha dhënave, pra të bëhet migrimi i dhënave, procesi i transferimit edhe i arkivit të gjitha informatave në mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më efikase, të adaptohet një strukturë e njëjtë e organizimit të informacionit në webfaqe, si dhe të krijohet një sistem i avancuar i kërkimit që mundson gjetjen e dokumenteve dhe informacioneve më shpejt dhe më lehtë. Ndërkohë për rekomandimet për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, kërkojmë që në bashkëpunim me institucione tjera përgjithëse të krijojë rregullativën e nevojshme së bashku me një manual udhëzues për standarde për gjitha komunat për unifikim dhe standardizim të publikimit të dokumenteve në webfaqet e komunave.